Drejtori i SEG Jeton Alimi ka komentuar situatën politike në vend, duke thënë se presidenti Vjosa Osmani më në fund ka pranuar se nuk e qenë e drejtë që e ka dëgjuar kryeministrin Albin Kurti në disa çështje të rëndësishme. Halimi ka shtuar se megjithatë kjo është e vonuar, pasi tani flitet për formimin e qeverisë. Presidenti Osmani më në fund është bindur që nuk ka qenë mirë që e ka dëgjuar Kurtin, por sidoqoftë tash kjo është e vonuar sepse tashmë po flitet se kush do të bëjë qeverinë e re, ka thënë Alimi. Ai më tej ka theksuar se BDK dhe LDK janë të afërta për të formuar një koalicion me vetëvendosjen, edhe se Memli Krasniqi pas vizitës së tij në Hag ka marrë aminin për të hapur rrugën për këtë bashkëpunim. Sipas Alimit, koalicioni më i fortë që mund krijohet është ai midis vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Mendoj se Memli Krasniqi është kthyer nga vizita në Hag, ku nga atij e ka marrë edhe aminin. Sipas me koalicioni më i fortë është mes VVS dhe PDK-s, ka përfunduar ai analizën e tij.